Në kuadër të projektit për rikualifikimin urban të lagjes nr. 2, kompania zbatuese ka nisur punimet për frezimin dhe asfaltimin e rrugës Luma. Kjo rrugë e amortizuar prej vitesh ka qenë ndër më problematikët për lëvizjen e qytetarëve dhe autometeve, sidomos në drejtim të tregut agro-ushqimor. Gazment Lala, inxhinier i kompanisë që po kryen punimet, thotë se ky është vetëm fillimi i një procesi më të gjerë ndërhyrësh në rrugët kryesore të qytetit. Aktualisht kemi filluar frezimin e asfalteve dhe shumë shpejt që nesër do fillojmë edhe me asfaltimin e kësaj pjese që po frezojmë. Pothuajse shumica e rrugëve brenda qytetit do frezohen dhe do asfaltohen nga e para. Ndërkohë, fillimi i punimeve ka sjellë ngarkesë të konsiderueshme në qarkullim, veçanërisht gjatë orëve të pikut. Qytetarët dhe automjetet e kanë patur të vështirë lëvizje në disa segmente për shkak të kufizimeve të përkohshme në trafik. Patjetër janë marrë masat dhe me ndihmën e policisë bashkiake, një ndihmë shumë e çmueshme e policisë bashkiake dhe kemi avancuar me punën përpara. Aktualisht rreth 80% e punimeve kanë përfunduar. Besojmë se përfundimi i punimeve do të jetë brenda vitit të ri. Punimet për rikualifikimin urban në lagjen nr. 2 po i afrohen në fazës përfundimtare. Pas asfaltimit të rrugëve kryesore të qytetit, do të vijojë vendosja e sinjalistikës, ndërsa asfaltimi i rrugëve kryesore pritet të përmirësojë dukshëm infrastrukturën dhe cilësinë e jetesës në qytet, duke sjellë më shumë lehtësi, siguri dhe estetikë urbane për banorët.